Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim drejt për drejt këtu në ekran e mundës në televizion në emisionin Fact Check dedikuar zhvillimeve të aktualitetit, por jo vetëm që lam pas në një javë. Raporti i prokurisë posaçme është ndër zhvillimet më të fundit ku rezulton që për 365 ditë SPAK ka shtuar pasurinë në 24.5 milion euro. Në total 65.5 milion euro të sekuestruar dhe të konfiskuara krimit organizuar zyrtarëve, por jo vetëm. Nga ana tjetër janë vjedhur, hakeruar, ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në emailët e prokurorëve. Çfarë u mor aty, si jetohet pasuria, të cilat janë institucionet që SPAK apo sistemet që SPAK ka akses pa pyetur kërkon dhe se si dërgohet një çështje në gjyq apo jepet një vendim mos fillimi dhe çfarë ndodh me aktualitetin e drejtësisë. Unë do ta ndaj këtë emision sotëm me Ervin Karanxhën, sot avokat, jurist, magjistrat, një ndër prokurorët i cili për më shumë se sa 2 dekada ka shërbyer në sistemin e hetimit, jurisprudencës dhe drejtësisë, por sot është po aq i rëndësishëm, po një njeri i lirë dhe avokat. Mirë se erdhe zoti Karanxhë. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit që u bashkuat Fact Check. Përshëndetje. Për ta nisur me një fakt dhe me një provë. Janë diku ke mos gaboj 5-6 muaj që jeni jashtë sistemit të prokurisë, pra hetuesisë. Jeni bindur me fakte dhe prova që duhet ishit jashtë sistemit? Apo si një magjistrat respektoni vendimin e drejtësisë? Unë respektoj vendimin e drejtësisë, por unë jam heq nga puna se vetëm se kam marrë shtëpi me kredi. Pra sot unë kam një shtëpi me kredi, në cilën që po të posta paguaj kredin, mu vjen banka dhe merr shtëpinë. Pra, o të heq shteti, o të heq banka? E para dhe dyta jam kërku se kam, do të thonë, jam larguar sepse kam kërkuar midis tjerave largimin e një komisionere të vetimit, domethënë një Valbona Sanxhaktari, kam kërkuar përjashtimin e saj nga procesi dhe motrës Belinda Ballukut, Pamela Qigo, dhe për këtë fakt unë më shquatur pse kam kërkuar përjashtimin e këtyre të dyve, më shquatur shkelje nga apeli. Pra me një fakt, me një provë, si jeni të bindur, pse jeni jashtë sistemit? Unë tash nuk mund të pranoja të shqyrtohesha nga këta persona dhe kam bërë kërkesë për përjashtim. Nuk e kanë qytë si shkelje etike. E keni lexuar raportin e prokurisë posaçme? Po, e kam lexuar, domethënë. Si e vlerësoni? Në një vit shtohen asetet sekuestruara, të konfiskuara 24.5 milion euro. Shpesh herë unë përdor edhe mes kolegëve, kam një batut, sot duket sikur SPAK është oligarku më i madh i Shqipërisë nga pronat që disponon, ose ka sekuestruar, ka asete, ka resorte, ka status e investitori strategjik, ka automjete luksoze, çfarë nuk ka, deri tek llogarinë në Bitcoin. Tani raportin unë do ta ndaj në disa pjesë. Kjo është një nga pjesët që flet për sekuestrimet dhe për konfiskimet. Sepse duhet ndajmë diçka, sekuestri është gjë tjetër dhe konfiskimi është gjë tjetër. Është një rrugë gjatë mes të dyja. Sekuestri mund të sekuestrohet një provë, domethënë një pronë e lutshme pa lutshme, por në përfundim të timit kjo mund t'i kthehet dhe pronarit që del që s'ka lidhje me çështjen. Ndërkohë nga ana tjetër, konfiskimi është një mënyrë fitimi pronësie e shtetit. Pra shteti fiton me vendim gjykate pronësinë mbi disa pasuri të lutshme ose të palutshme. Dhe kjo është fitoria, në kuptimin që është sepse ky është momenti marrjes i kalimit pronësisë shtetit, shteti ka drejt t'i përdori këto asete që kanë ardhur nga personat fizikë. Gjithmonë pra gjykata ajo që vendos për pronësinë. Ne kam ndjekin një insert parë të përgatitur nga Fact Check për sa i përket raportit 2023-2024 për të fundmit ku në 2024 pas afro 5 dekadash SPAK ka intensifikuar moton e anglisht follow the money, ship, ndiq param për të kuptuar se kush qëndron pas saj. Politika, krimi organizuar, pastrimi parave apo shpeshherë pronarët prestanome për të fshehur origjinën e vërtet. Le ta ndjekim. Afro 5 dekada më parë, teksa Shqipëria ishte ende në një regjim diktatorial dhe kapitalizmi dhe paraja ishin ekskluzivitet vetëm i shtetit, bota do të njitet termin ndiq paran, follow the money. Për të zbuluar se kush qëndron pas tyre, apo kush është përfituesi real, jo vetëm i pasurive,
por investimeve të ndryshme. SPAK në të 5-tin vit ekzistencës së tij, një ndër kolonat kryesore për të hetuar krimin dhe korrupsionin, ka patur edhe postulatin Follow the Money, i cili në skenarin e skandalit të Watergate do të vijonte deri në ditët e sotme. Paratë e përfituara në mënyrë të palishme për të mos u gjurmuar shpesh herë fshihen në investime apo asete, e në raportin e publikuar në mars të 2024-s, vetëm SPAK ka sekuestruar e konfiskuar 41 milion euro. Strategjia ndjekur për masat e përdorura kundër produkteve të veprave penale është rirë në 3 dimensione: konfiskimi i produkteve të veprës penale, konfiskimi i vlerës ekuivalente dhe 3. masat e sekuestrimit dhe konfiskimit në anë të ligjit numër 10.192 datë 3/12/2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, ligji antimafia. Kjo qasje ka dhënë rezultate mjaft pozitive në të cilat vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara së bashku nga vlerësimi i kryer për vitin 2023 përllogaritet në vlerën prej 41 milion euro. Në raportin e mars 2025 që i përket vitit 2024, SPAK thot se totali i pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar arrin në 65.5 milion euro, pra 24.5 milion euro të shtuara vetëm në 365 ditë. Hetimet financiare dhe pasurore kanë dhënë rezultate, të cilat janë reflektuar në rritjen e vlerës së aktiviteteve të sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë vitit 2024, që përllogaritet në vlerën totale për rreth 65.5 milion euro. Prej tyre, vlera e pasurive të sekuestruara është në shumën rreth 28.7 milion euro, ndërkohë që për pasuritë e konfiskuara, kjo vlerë arrin në shumën rreth 36.7 milion euro. Kështu, vlera e pasurive të sekuestruara zë rreth 43.8% të vlerës totale, ndërsa pasuritë e konfiskuara zën rreth 56.2% të vlerës totale. Por si ndahen këto pasuri? Raporti thotë se 54% të vlerës e zën pasuritë e konfiskuara në vlerën 22.5 milion euro, 440 milion lek plus 18 milion euro, dhe 46% e zën pasuritë e sekuestruara në vlerën 1.9 miliard lek, 19 milion euro. Për gjatë periudhës kohore 2021-2023, Prokuroria e Posaçme ka regjistruar një numër relativisht të lartë të operacioneve penale të reja dhe një tendencë në ngritje. Në vitin 2023 dallohet një rritje në masën 16% në krahasim me vitin paraardhës. Një listë e gjatë aseteve sekuestruara dhe konfiskuara për ju si hetues. Keni padur mjaft çështje për krimin shqiptar, për korrupsionin. Është një vlerë e lartë kjo, se në fund fare 65.5 milion euro kam përshtypjen nuk bën as 1 ose 2 kati një kulle në vlerë tregu. Tani duke u parë Apo pa fut ndoshta edhe një fshati turistik. Tani duke u parë rastin, fati ka trend ngritje që janë sekuestruese derisa sa nuk kemi pas gjë fare, patëm kemi një arritje. Normal që duke pasur trendin dhe vlerën, duhet punohet më shumë. Por nga ana tjetër ne duhet të kemi edhe kujdes tek diçka. Dhe pasuritë e sekuestruara, qoftë palujshme, duhet të jemi të kujdesshëm në administrimin e tyre, sepse shpeshherë na ka ndodhur që pasuritë e palujshme, domethënë tokë sekuestruara në fund fare degradojnë. Pra duhet rujt dhe vlera e tyre, pra duhet marrën dhe masën në rujtjen e pasurive të palujshme. Edhe të konfiskimet, pra pasuria e konfiskuar, do thënë menaxhimi i tyre, madje mendoj që edhe të raporti, do thënë një pjesë e raportit jepte për pasuritë e konfiskuara, duhet bëhet një detaj më i... Do të jetë më i detajuar çfarë ndodh me to sot. Pra, kjo pasuri është sekuestruar, filarit është bërë ky institucion shëndetësor për shumë, ose është bërë qerdë, është bërë kopshë, është bërë shkollë. Edhe kur ishte ministër Sandër Leshaj, doli në një për aktivitete dhe tha do të bëhen qerdë dhe kopshë, do të prishen, asnjëra për këtyre së ndodhi. Nuk dim sot një vilë përveç, nuk e di si u arrit ajo, por gjetën një apartament diku ke 60-70 metra katror, 1+1, dhe ishtë kërë prokurorit Adriatik Llada dhe bënë me qendër piktura. Vetëm pikturës, po kjo nuk mund t'jetë qendër pikturës, është shumë reklam, është mashtrim, sepse ne kemi thënë që piktura duhet t'jetë një atelje e madhe,
Tash me 65 metra si mund një grup piktorësh zhvillohet. Pra, në një apartament. Kështu që është Më mirë jepja dikujt për shtëpi se sa më mirë jepja një të pastrej, sepse nuk mund të jetë për shembull qendër pikturash. Ajo është thjesht që është luftu korrupsioni dhe shtëpia lladhës, po kjo ne duhet kemi pronë atje. Po shumë lajm, pra si lajmi i lladhës duhet të jenë raste të tjera që kjo pronë e sekuestruar ka shkuar këtu, është bërë ky institucion shëndetësor. Pavarësisht se vlera, domethënë ne mund pretendojmë që mund të ketë, duhet kishte më shumë sende të sekuestruar, por paktën këto që kemi, ti bëjmë ato punë. Zoti Garanxha, më lejo të pyes pak. Ju keni bërë hetime penale të cilat me siguri janë shoqëruar edhe me hetime pasurore. Sepse nuk është se bën vetëm SPAK hetime pasurore, bën edhe prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Sa e vështirë është të identifikohet një pasuri? Ju për shembull e keni pas vështirë të identifikoni një llogari bankare, një automjet të blerë me para të jashtëligjshme apo një pronë, dhe sa ju ka zgjatë si procedurë nga momenti i nisjes hetimit deri në marrjen e një vendimi konfiskimi? Për hir të vërtetës është ndër veprat, domethënë shumë vështira për të provuar. Jo se po themi që sepse thuhet jo krim intelektual. Po pse është vështirë? Për shembull, marrim në mënyrë të thjeshtë. Është blerë një makinë, kemi një makinë të një personi, këtë e përdor një person tjetër. Pra, sot për shembull në mjetet kur nis një hetim pasuror, ti drejtohesh organeve shtetërore. Domethënë drejtorisë DPSHR-s, të targave. Po e themi targave, mjeteve, dhe ti këto janë dhënat. Tjetri mund të ketë përdorur mjet një tjetër. Pra, domethënë nga ana elektronike, pra çka ke elektronikisht sot e ke, për shembull qoftë te kush ka presiguracionin del emri i personit. Pra, ti duhet lidhësh makinën ose sendet e luajshme të pa luajshme me personin. Dhe janë përdor Arseni i cili është i papunë këtë automjetin luksos. Bravo. Këtu dalin tani, këtu duhen veprime hetimore që e lidh mjetin me personin. Sepse për shembull edhe ty Arsen dhe mu nuk thot kushurinë jo thot na maj këtë bensin s ose këtë AMG-n, ma e ca ditë edhe kthej pra. Ja po ta lega edhe ca ditë, po për gjithmonë. Kurse, pra, kjo është hetimi, sepse duhet marrësh vëzhgim. Pra, gjithë pronat duhet verifikohen, sepse prona nuk është në emër të personit. Dhe, domethënë, dhe hetimi pasuror kjo është që ti e verifikon këtë pasuri, nuk e justifikon, dhe më pas merren vendimet. Por derisa ta arrish në pikë shumë faza të vështira. Për shembull, dhe tek duhet kemi parasysh, kemi shumë refugjat, të cilët ne jemi të ndërgjegjshëm për 30 vjet kanë punuar në zezë. Kanë shkuar në Greqi, në vende të ndryshme të botës dhe nuk kanë marrë edhe në fillim, domethënë nuk kanë pas mundësi që të sigurojnë dokumentacion. Që të thonë, sepse kanë qenë të palishëm, gati mos them 15 vjet, dhe është pasuri e njerëzve tiu, pavarësisht se nuk e provojnë këto, s'do të thonë ne ti marrim qafti ti konfiskojmë pasurinë. Pra duhet kesh një indicie që këta persona janë marrë me veprimtari të tablishme, sepse edhe ligji ka kritere kur do procedohet me hetim pasuror. Pra ke pasur një dënim të mëparshëm, edhe dyshohet, ke një dyshim, sepse jo për persona që nuk kanë pasur asnjë aktiviteti kriminal. Se mund ndodhë, dhe ne e dim shumë mirë, në Greqi kanë qenë dhe me emër tjetër, për shembull. Neve për shembull kemi emër tjetër dhe ka qenë si korrespondon emri. Tani neve gjunaf është gabim ti penalizojmë këta njerëz. Po është gabim ti penalizojmë, po si mundet dikush për shembull që del tek sigurimi shoqëror, pa punë tek sistemi kacitatimeve, pa punë, pa targa. Rasti procedore e ke komshi ose e ke konkurrent ose e ke në treg, e ke pronar të një apartamenti i cili ka një vlerë të konsiderueshme tregu. Tani me formalizimin në Shqipëri, se ka filluar një formalizim, edhe këto ngjarjet e fundit që po ndodhin, pra kemi një formalizim. Edhe mënyra jetesës, shpenzimet e tjera që janë shumë gjëra, edhe të rastet konkrete, policia kur ka dyshime sepse do vet një indicie se do shkoj prokurori ta kapi robën në rrugë. Policia gjyqësore verifikon rastin, këtë makinën kujt e ke. Nuk do të mjaftonte për shembull të shkojnë tek hipoteka dhe kjo është kulla, kjo është resorti, ky është kompleksi i ri. Kush janë pronarët ose vlerësit e kësaj prone? Edhe në lidhje me këtu s'blen dot shtëpi me çantë. Ligjërisht, se këtu me çantë blen gjitha, po ligjërisht me çantë tu s'blen dot. Formalisht, si një prokuror me eksperiencë, mund t'i shpjegojmë pak publikut, është një larje me dorë, është një larje në lavatriçe, është një larje me lavastovilje, si lahen parat? Ose pse quhen parat pista? Edhe unë, kur kam qenë i vogël, gjonim termin larje parash, mendosha
që do ishte i thes, domethënë ishin paret me thes si rroba dhe lashin tek govata, kuptimin që lashin. Tani kjo ishte kur ishe i vogël, po kur u bërë prokuror dhe hetove tani larja e parave, pastrimi i parave ka një tjetër kuptim. Si është? Pra, pastrimi i parave janë një person merret me aktivitet kriminal. Ç'kuptoj me aktivitet kriminal ose me vepër penale e cili prodhon të ardhura. Dhe parat mund të jenë në lek shqiptar, monedha ose kartë monedha të huaja, dollar, euro. Tani këto para janë fituar, për shembull edhe kur bëhet, po e marrim rastin hipotetik të shitjes drogës. Shitja e drogës bëhen shitje mas shitje dhe mblidhen parat i kemë shtëpi. 10 euro, 20 euro, 50 mblidhen euro. mund të shkojnë në për vende që i mbledhin parat dhe Ose shkojnë këtë dysheko ose këtë kasaforta. Teorikisht ke një jastëk me parat që vjen nga krimi. Kjo quhet parapist. Tani kjo para ka ardhur nga aktiviteti kriminal. Kjo është e pisët. Tani ç'kuptojmë me pastrim? Me pastrim parajes, ne kuptojmë. Ç'kuptojmë, secili ta kuptoj sipas mënyrës vet, po larje ç'është. Tani, këtu dalim te larja. Kjo ishte faza e parë. Pra ti nga aktiviteti i palishëm, nga aktiviteti kriminal sigurove një sasi parash, të cilët po e marrim teorikisht janë 1 milion ose 2 milion euro i kemë në shtëpi. Poshtë te jastëku, se ke edhe njerëz muri duan te jastëku që të thënë me lekun natën e kanë aty. Tani din pyetja, kur pastrohet paraja? Ky para që vjen nga aktiviteti i palishëm në momentin që futet në qarkullimin civil. Pra ti gjen forma që ta futesh në qarkullimin civil, se po të vesh re sot, për shembull edhe në çdo vend të Evropës perëndimore, çdo gjë është e formalizuar. Pra ti edhe në një restorant nuk mund të paguash dot kesh. Nuk mund paguash dot kesh, me përjashtim të outletave, po ti s'do shkosh te outleti se ti ke një jetë. Edhe në për tramvaje ke vetëm me kartë. Tani, karta si të bëhet e lishme, kjo është puna. Pra ti parat që ke marrë me shitje droge i fut në kartë. Dhe këtu gjenden mjete të forta, të ndryshme juridike. Me shitje fiktive, pra gjëra sikur bëra shitje, bëra këtë pallatin 2 lekë, shet 7 lekë, për me justifiku dhe jep tjetër. Po, tash kur ti s'ke pallat fare, shteti i di këto. Tani, shteti i di, por shteti si funksionon, sepse shteti është një rraf i përgjithshëm. Policia gjyqësore, sepse policia gjyqësore, çdo punonjës policie gjyqësore, ka për detyrimin kur konstaton ka një informacion që para që është marrë me aktivitet kriminal, se pjesa më e madhe personat që janë marrë me aktivitet kriminal kanë lënë gjurmë, sepse s'mund është një krim. Për shembull, ç'kuptojmë gjurmë? Jo gjurmë shumë në vendngjarje, por gjurmë që janë proceduar për drogë. Ka informacionet policore, sepse edhe sot me komunikimet e policive, me Interpolin, ti e merr informacionet më shpejt. Nëse më parë për shembull dhe ke një informacion dhe fillon verifikimi. Nëse ti nuk e justifikon dot me pasuritë lishme. Ç'kuptojmë me pasuritë lishme? Pra ti ke të ardhura, për shembull dhe rrogën e një personi qoftë që ka, ti ke shpinë 200.000 euro ndërkohë që merr rrogë 600.000 lekë muj. Ku i gjet paret? Si e landi kredin? Si e lave kredin, ose bën dhe me kredi fiktive. Merr një kredi shumë të madhe dhe jem rregull. Shlyje pak e nga pak. Për i muj shlyhet e gjithë kredia. Shlyje pak e nga pak është e vështirë të kapet. Pra është e vështirë se këto vetë ti ke marrë një kredi pak e nga pak. Shlyje e njëhershme. Pra çdo vepër ka mekanizmin e vet. Pra rast mas rasti ka dinamikën. Si çdo vepër ka mekanizmin e vet dhe bërja raporteve ka indikatorët e vet. Bregdeti vazhdon të jetë një prej zonave ku pastrimi i parave ka lënë gjurmë të theksuara, por ndoshta kush nuk i shef teksa nisën, se tani teksa shiten nga miliona euro, kjo është shitje pas shitje dhe mund të jenë bërë pastrimet e niveleve të gjurmimit. Nga ana tjetër, kryeqyteti, po ashtu do të ndjekim një raport që emisioni Fact Check e ka përgatitur për gjatë raportit 2023, pothuajse është modamo e njëjta gjë, është shtuar futja e parave edhe nëpërmjet paras virtuale ose bitcoinit, investim dhe sekuestro që SPAK ka bërë pak kohë më parë tek Vllezi Çopja nga Elbasani me aktivitet jashtë vendit. Bitcoini është teknologjia më e fundit e përdorur, zmadhimi i kapitalit, krijimi i kompanive fiktive, shitjet fiktive, kredit, aksesorët e luksit, por pronat dhe pemtoret. Le ta ndjekim dhe rikthehemi sërish me zotin Karança. Blerja dhe investimi në prona të paluajtshme në Shqipëri kryeson sistemin e pastrimit të parave.
Këtë fakte ka konstatuar edhe prokuroria e posaçme, e cila në raportin e saj vjetor ndër aktivitetet kriminale rendit pastrimin e parave si një vepër penale të përhapur. Siç edhe shihni në faqen 31 të raportit të SPAK, thuhet: format e pastrimit të parave janë investimi në prona të luajtshme dhe të paluajtshme. Tek pronat e paluajtshme, raporti SPAK rendit apartament, ndërtesa, truall, pemishte, njësi shërbimi e të tjerë. Investime këto dhe prona të blera nga grupe kriminale dhe krimi në qytete si Tiranë dhe zona bregdetare, Vlorë, Durrës dhe Lezhë. Përgjatë vitit 2023, pastrimi parave është rrirë thuajse në të gjithë vendin, me përjashtim të qarkut të Dibrës, i cili rezulton se ka 0 procedime penale. Kjo është tabela e cila tregon se 25% e totalit e zë Tirana, Vlora me 20%, Lezhë me 11%, Fieri me 10%, ndjekur më pas nga qytetet e tjera. Femrat apo meshkujt, personat që banojnë në fshat apo në qytet, me arsim apo të pashkoll, përfshihen më së shumti në pastrimin e parave. Këto janë të dhënat e detajuara të cilat i bën publike emisioni Fact Check, marrë zyrtarisht nga Prokuroria e Përgjithshme. Të dhënat sociodemografike të pandehurve për këtë grup veprash penale, si higjinia, mosha, arsimi, gjendja shoqërore, vendbanimi dhe gjendja gjyqësore, paraqiten në mënyrë të detajuar në vijim. Nga numri të pandehurve të rritur mbi 18 vjeç, rezultojnë të pandehur meshkuj 90.91% dhe femra 9.09%. Në lidhje me arsimin e të pandehurve, rezulton se 27.27% e të pandehurve janë me arsim deri në 9 vjeçar, 65.15% me arsim të mesëm dhe 7.58% e të pandehurve me arsim të lartë. Përsa i përket gjendjes shoqërore, nga të dhënat statistikore, rezulton se 18.18% e të pandehurve janë nga sektori privat dhe 81.82% janë të papunë. Rezulton se 71.21% e të pandehurve kanë vendbanimi në qytet, ndërsa 28.79% prej tyre në fshat. Në lidhje me gjendjen gjyqësore të pandehurve, rezulton se 56.06% e të pandehurve janë të padënuar më parë, ndërsa 43.94% prej tyre janë përsëritës për vepra penale të ndryshme. Kryeson Tirana, Bregdeti, qytete si Vlora, Durrësi, Lezhë. Tani, e kemi parë Bregdetin, ka marrë një zhvillim të konsiderueshëm, turizmi po ashtu, le të shpresojmë që do të jetë lokomotive ekonomisë, por një trend që rritet pafund, sa është bëri pa kapshëm nga shqiptarët. Si është e mundur? Kemi një podveshre edhe nga pamja vizuale. Tu kemi pastrim kimik perfekt parave? Pra në thashë, pastrimi parave është një vepër është pak e vështirë, se duket ku i gjethet parat, por sepse thashë edhe kur bëhet një investim, për shumë marrim një investim të caktuar. Investitori, sepse aty është zburimi i parave, që kush është investitori? Mund të kesh investitor, mund të ketë banka, mund të jetë investitor janë edhe blerësit, sepse edhe blerësit, ti që do blesh një shtëpi që prezanton një apartament dhe jep qoftë dhe 20% shumës, ndërtuesi që merret me ndërtuesin dhe sipërmarrësi, sepse është investitori, sipërmarrësi dhe zbatuesi punimeve, janë 3 institute. Tani, gjithë loja është tek personi që merr është sipërmarrës. Nëse sipërmarrësi, domethënë ul volumet e punës, sepse është çështje që duhet ndjekur, për shembull, sa e nxjerr ti faturën për bën një fshat turistik. Sa është fatura që e bën një sipërmarrës? 10 milion euro. Kjo thotë, shiko, 10 milion euro, unë kam marrë kaq kredi në bank, kam marrë këtë, dhe ti, nga pikpamja formale, ti këtë fshat e ke të justifikuar. Unë për shembull jam dakord që nga pikpamja formale, neve duhet bëjmë, ky ka nevojë për një ekspertim, sepse pra ne duhet bëjmë pikpamjen faktike. Pikpamje faktike, ti mund të thush kjo është 10 milion euro, ndërkohë është më shumë, sepse janë zërat e punimit, ka dhe punimet padukshme, se ti s'do hysh poshtë tek themeli, sa është fut, sa s'është fut. Kështu që këto prandaj janë të vështira, sepse neve duhet jemi shumë të kujdesshëm në sekuestrat. Prandaj, sepse sekuestrat duhet kemi kujdes se po sekuestru objekti, ti dëmton dhe njerëzit të cilët janë me vërtet, sepse ke dhe njerëz që kanë punuar gjithë jetës, ke dhe shqiptar që janë në perëndim,
që kanë siguruar tarë dhe janë me vërtet lishëm. Shkret normale... Sepse të shqit ti shkon blen një shtëpi në plazh, për shembull, ke shumë shqiptarë që nuk janë rritur në pjesën perëndimore të Shqipërisë dhe kanë ndondur, pavarësisht se janë jashtë shtetit, duan që kur plagën keni shtëpi në plazh. Pra duhet jemi të kujdesshëm, gjithmonë shumë të kujdesshëm në hetimin, sepse digjet i njohemi me thatin. Prandaj ka nevojë për hetim. Më falë edhe diçka, unë në Bregdet kam një problem tjetër domethënë që ka dalë, është problemi i pronësisë. Sepse ky person që bën shteti duhet zgjidhë problemin e pronësisë, sepse është dhe gjynaf që edhe pronarët e vjetër ose qoftë tri, zgjidhet një herë mirë kjo punë, sepse të mos lëm gropat hapura. Sepse të janë gropat hapura, njëri thotë ka mund, tjetri thotë po ta vesh re, konfliktet e pronësisë në Bregdet janë shumë të mëdha. Pra do gjendet një mekanizëm që të kënaqen interesat dhe të pronarit tokës, të kënaqen interesat dhe të investitorit, por dhe pronari tokës është gjynaf që ti t'ja vjedhësh, ta bësh tokën. Në fakt, pronari tokës, kur Bregdeti ligjërisht në distancë nga dalga e detit, askush s'është pronar. Po, këta të shi kanë bo ranishtën e kanë bo tokë. Investitor strategjik. Do doja me okejnë tuaj të shkojmë në pak momente publicitet për të rikthyer sërish pastrimit parave dhe me ndihmën e zotit Karanja për të padur një përgjigje se a janë apo jo të lishme një listë institucioneve dhe sistemeve që ne kemi renditur ku SPAK edhe jo vetëm ka akses të drejt për drejt pa u identifikuar nga askush se po kryen një verifikim të dhënash për mua, për ju, për këdo nga ne. Publicitet e rikthehemi sërish. Sërish në transmetim të drejt për drejt me ish prokurorin, juristin, avokatin, zotin Karanja. Zotin Karanja, ka një shtet që ka zgjidhur këtë, po themi, procesin e pastrimit parave të pista? Ose si mund t'i shërbej ekonomisë, si mund parandalohet, si mund ndalohet, sepse edhe për të hetuar ka një kosto. Por një zgjidhje ka? Jemi një sistem kapitalist. Normal dhe lekët informale dhe lekët që janë marrë nga krimi, synohet futen në rendin juridik, pra në qarkullimin civil. Edhe jashtë shtetit, edhe vendet perëndimore, edhe vendet lindore. Ky problem është duke pasur formalizim, pra futja në kuadrin e formalizimit gjithmonë e redukton, sepse çfarë qëllimi ka në vetvete formalizimi? Formalizimi, pra në çdo vend me kartë po ta vesh, siç po flasin për jashtë. Edhe në Itali, në autobus futesh me kartë, në çdo vend. Ke kartë dhe je i kontrolluar. Kjo lloj është, domethënë është, si thosh, një farë kufizimi. Pra bëhet vetëm për të paguajtur taksa kjo apo ka ndonjë? Kjo tash bëhet që personi që fiton lekë në mënyrë të paligjshme mos i vë dot në qarkullim. Pra vendosin sa më shumë barrierave, kontrolleve. Sepse ka i farë kontrolli, pra ti zblen dot asgjë, ke lekun je kot. Pra leku ke astiku është lek. Leku te astiku është kot, është si punë e kooperativit që i matë lekët s'kan as i vlerë, domethënë as i përdorë, ditë zbat kuptimin për me kursy kputucët. Dhe punët i ke lekët, je kot. Ka një shtet që e ka zgjidhur këtë, për shembull Bashkimi Evropian ose Greqia, Italia, Franca, Gjermania. Edhe në perëndim janë këto probleme, se ke zona caktuara për shembull që e përdorin lekun kesh. Dhe këto është pjesë që mund të ketë, që mund të jenë pjesë e... Apo kanë zgjidhur me parajsat fiskale dhe janë në rregull. Edhe parajsat fiskale që vinë parat nga ne, por do të thonë vendet caktuara, se po diskutojmë për pastrimin e parave, kanë bërë dhe amnisti fiskale. Pak Shqipëri është folur shpesh për amnistinë fiskale, ka pasur debat politik. Sepse ka i gjo Arsen, kur e shef që i gjo nuk e ha, pra ti ne flasim pastrimi parave nuk po sekuestroj gjo. Do jetë më mirë, sepse neve duhet shohim edhe SPAK-ut e kudo. Duhet jemi pak lekisë në thojza, që sa mbushet buxheti shtetit. Se nëse ne ngrejmë ujin avaz, sekuestroti dhe kosto e procedimit është 5 herë më e madhe. Pse u bën këtë pyetje tani? Për të hetuar SPAK-u ju kur dje ishit prokuror, sot jeni jurist, për të patur procese gjyqësore, për të patur monitorime, bëhet nga taksat. Tani taksa i bie që paguajnë rrogtarët. Sa që pastron para s'paguajnë taksa, sa i ka të paligjshme. Pra fukarejnë paguajnë për të hetuar paratë të pasurve dhe në fund fare të pasurët si gjen asgjë. Dhe faturën paguajnë po fukarejnë. Duhet para këto paratë që investohen, për shembull ne kemi qenë me një seminar para shumë vitesh me Scotland Yardin, dhe këtë tha kur bëhet një operacion, një çështje penale, shive sa është kosto. Nëse ti për shembull po marrim rastin e zogut Tiranës, për shembull, po të keni parasysh rastin e zogut Tiranës, u bën rreth 1 milion euro hetime, përgjime, shkoi kosto shumë e lartë
dhe në fund fare u kap një grup që ushtonin prostitucion në Tiranë. Pra kjo është Pra gjithë kjo 1 milion euro për të tetuar zogun e Tiranës? Po 1 milion euro, dhe gjitha turpi madhë, gjitha këto lekë. Pra neve duhet jemi... E qa u kapë aty? U kapën sendet palishme, që kapën rastet tilla. Okej. Tani, mendimi i Ergjis do të kalojmë tek lista dhe pse SPAK vendos të hetoj pasurinë e dikujt, cilat janë procedurat që ndiqen, dhe për të komentuar pjesë e kësaj liste janë në mënyrë të drejtë apo jo, mund të kishte më shumë ose më pak, sërish me juristin Karanxha. Le ta ndjekim se si SPAK nis hetimin pasuror dhe çfarë fazash ndjek. Hetimet pasurore dhe në raportin e vitit 2024 zon një peshë të rëndësishme të veprimtarisë të prokurorisë së posaçme. Emisioni Fact Check sjell për herë të parë mënyrën se si do të kryhen ato nga SPAK, oficerët e BK-s dhe agjentët financiar. Në dokumentin e siguruar nga Fact Check thuhet se fillimi i hetimit pasuror dhe financiar bëhet gjatë zhvillimit të hetimeve penale. Në mënyrë paralele kryhet dhe hetimi financiar ose pasuror për personat e dyshuar për kryerjen e veprës penale, të cilët gjenerojnë të ardhura pas identifikimit të subjektit dhe ekzistencës së dyshimit të arsyeshëm për veprën penale. Në raste të veçanta kur vlerësohet e nevojshme për të ruajtur sekretin hetimor të hetimit penal, hetimi pasuror apo veprimet të caktuara të hetimit pasuror mund të kryhen në një moment të mëvonshëm. Hetimi financiar nuk kufizohet vetëm te autorët e veprës penale, por duhet të zgjerohet edhe tek persona të tretë, pavarësisht nëse janë individ ose subjekte, të cilët me veprimet e tyre tentojnë të justifikojnë ligjërisht të ardhurat e fituara nga veprimtaria kriminale. Rezultatet e hetimit financiar sipas rastit integrohen me ato të hetimit penal ose të hetimit pasuror. Në përfundim të hetimit financiar, kur është e mundur, prokurori duhet të identifikojë dhe të përfshijë në akuzën e ngritur vlerën specifike të parave ose të ardhurave, si edhe numrin dhe llojin e aseteve të fituara në mënyrë kriminale. Në përfundim të hetimeve penale, prokurori nëse vlerëson se ekzistojnë kushtet për kryerjen e hetimeve të mëtejshme pasurore, regjistron referimin pasuror dhe vijon me kryerjen e verifikimeve pasurore sipas ligjit 10192, fraksion 2009. Nëse këto kushte nuk ekzistojnë, aktet e hetimit financiar mbeten pjesë e akteve të fashikullit të hetimit penal, ndërsa këto janë disa nga lista e gjatë ku SPAK ka akses të drejtë për drejtë në sistemet digjitale dhe të informacionit në vend. Deklarimi i pasurive, sigurimet shoqërore, i-Albania, sistemi i noterëve, lejet e ndërtimit, sistemi informatik i qeverisë, sistemi i buxhetit, baza e të dhënave të studentëve shqiptar jashtë vendit e të tjerë. Kjo ishte inserti, në fakt është një listë gjatë, do të gjeni plot materialin me 21 sisteme në rrjetet sociale dhe në kanalin zyrtar të MCN televizion, por edhe në YouTube. Zoti Karanxha, një listë gjatë, ju besoj keni përdorur deri kur ishit ju, mund të jetë shtuar, mund të jetë hequr në ndonjë, po mjafton të jetë i-Albania, thuaj se mund të kesh akses tek gjitha, sepse është një i-Albania është një soft që sheron të gjitha të dhënat digjitale. Tani kur një prokuror futet, le gjurmë? Pra mund ta marrë vesh dikush që po kërkohet për emrin e Ervinit ose të Arsenit? Normal se do klikohet dhe do në server dalin dhënat se kush është futur, nxjerr serveri. Por gjithmonë prokurorët nuk futen privatisht. Futen kur ka çështje penale, sepse po ta vesh. Jo, e kam këtu. Kur futet një prokuror, a ka mundësi për tu dekonspiruar, ore shiko se po të kontrollon emrin prokurori ose po të kontrollon rrogën. Tani presupozohet që edhe ai administratori i sistemit si rregull e ka se shef. Për shembull, shef se nga vjen. Për shembull, vjen nga klikimi dhe tani është gjithçka në ndërgjegjjen e personit, edhe ky person që ruan dhënat për shembull, ai serveri i Albanias ka firmosur një kontratë, ka dhe sekretin e profesional. Pra se çdo kush ka edhe në çdo vend botës, edhe këtu është një person që do t'i besosh, se po të mos i besosh edhe këtij, pastaj s'ke ku t'i besosh. Dhe personi që ka serverin, që ka në administrim serverin si rregull, i vjen që ka informacion dhe ky duhet ta marrë sekret. Dhe prokurorët gjithmonë në kuadrin e një çështje penale, për shembull ka raste për një dëshmimtar, për shembull që mund të ketë po marrin te semi te pastrimi i parave ose tek pasuritë e palishme, një person i tretë ka
dhëna që ma makinën e këtij tjetrit, për shembull po marrim 1 metër, shef në sistem që kjo makinë që e përdor ky person, sistem deli i personit tjetër. Shifen ka të ardhura, ç'lidhje ka me person. Pra, në kuadër të hetimit mund të bëjë këto verifikime dhe nuk ka asnjë lloj bile së shpejtësi për hetimin. 29 sisteme ka sot akses SPAK-u. Janë të mjaftueshme, janë pak, janë shumë, ju vetë keni qenë prokuror. Keni pas vështirësi për të mbledhur informacione digjitale ose online? Ne sa për shohim çdo gjë po digitalizohet. Normal, dita ditës, domethënë po vinë dhe dhëna të reja që ne nuk i kemi pasur. Sepse për shembull, nëse ju do të dërgonit një shkres kush e ka këtë targ, mundësia e dekonspirimit mund të ishte më e madhe se sa futesh në sistem dhe shikon kush e ka këtë targ. I ke gati, domethënë është shpejtësi për hetimin, pra kjo është diçka e mirë. Është shpejtësi për hetimin, por thash gjithmonë prokurori po e theksoj, në kuadër të hetimit ka drejtë të hetoj, të verifikoj çfarë lloj gjërash, por jo pa procedim penal. Madje kjo është një shpejtësi për hetimin. Nëse ti do të çosh një shkresë, do shkresa 4 ditë shkoj, 5 ditë, edhe ti jo posta, jo e mora, se mora kështu me radhë. Tani është mbas ligjit është në rregull. Bile se është mirë të shtohen edhe në akseset në sistemet e tjera, çfarë lloj sistemi, sepse është për mbarvajtjen e hetimit. Pra hetimi të jetë sa më i shpejt. Do doja ndaleshim tek një material i cili përket një krahasimi 2023-2024 të raporteve të SPAK, por të rikthyer sërish një pyetje tek zoti Karanja me ndihmën e regjisë nëse mund të dali raporti. Ju ripyes sërish, ju duket një shifër që krahasimisht prevalon mbi aktivitetet kriminale, automjetet luksoze që kanë për Shqipëri, resortet, mënyrën e të jetuar, 65.5 milion euro të sekuestruara dhe të konfiskuara në totalin e 5 viteve. 41 milion ka padur deri në 2023 SPAK-u dhe tani ka 65.5 milion. Në leximin tuaj si prokuror, është gjithçka disponon krimi, korrupsioni ose grupet kriminale? Mendoj që gjithsa është se thash edhe i qendroja saj që thash fillim. Sepse referuar çmimet të kryeqytetit, për shembull po marrim qendrën, ndoshta plus minus 5 milion, 10 milion, do plus minus 5.000 euro, 10.000 euro metri katror, i bi diku ke as 6.000 metra janë këto 65 milion euro. Duhet kemi kujdes tek sekuestrimet. Unë jam për këtë është më mirë një pronë e sekuestruar, domethënë të mos sekuestrohet, lehet sa shkojnë në fund të bësh një hetim tamam, se sa të dëmtojmë. Duhet jemi shumë kujdesshëm me qarkullimin civil. Pra duhet ta lejmë ta mbarojë, pastaj nëse afaktojmë, po prapë do i nështrohet sekuestri. Pasuria e palujshme nuk merret në krah. Kuptimi që të merret në krah, atë po tjetërsohet ajo shitet. Por tjetërsohet ti ke pronësin në ZRPP, në zyrën e kadastrit. Po pra, po e shes unë që s'kisha mundësi ekonomike, jo shes ju që i kishit mundësi ekonomike. Dhe i marr parat, zhdukem, largohem. Neve duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse në sekuestrimin e pasurive. Duhet jemi shumë kujdesshëm sepse pranë ta thash edhe pak më parë. Ke investitor të ligjshëm, investitor të palishëm. Të lishëm janë këta persona që kanë punuar, janë shqiptarë që po edhe i pjesë shqiptarë kjo është pozitive. Pra këta janë bërë bashkë ligjshmi dhe palishmi dhe kjo mund ndikojë negativisht thoni ju? Edhe duhet një ndërhyrje kirurgjikale shumë, pra edhe kur ke do ishte e mirë pjesërisht, pra kur ke dyshime për një person s'mund ta bllokosh gjithë, sepse kemi pas raste dhe bllokime dhe ti cënon një shqiptar ose mund të jetë një huaj, pra ti duke dashur bllokon një aktivitet privat dhe si pasojë shumë herë më të rënda. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm që të gjejmë palishmërinë, sepse gjithmonë kur palishmëria lidhet me ligjshmërinë është shumë e vështirë që të ndash grurin nga egja, siç e thonë asaj pjese. Pra duhet bërë një ndërhyrje kirurgjikale që të mos shpëtohet. Ndërhyrje estetike, si kirurgjikale të paralizon të gjithën. Do të dalemi tek një tjetër pjesë e këtij raporti, tek përgjimet telefonike, komunikimi në telefon, por jo vetëm është një aksesori pandashëm, një mënyrë jetese për gjithë ne, ndërsa për gjatë 2024 SPAK ka mbi 3.000 pajisje fundore të përgjuara, telefona, dhe brenda këtyre telefonave celulare për gjatë 2024 ka mundur të bëjë akt ekspertimi për 324 celulare nga ku ka mbledh prova materiale.
344 celular. Pra, thuaj se çdo ditë SPAK ka ekzaminuar nga një celular, duke llogaritur dhe ditët e pushimit për gjatë 365 ditë, të cilat kanë qenë më shumë se sa 21 ditë, por gjithsesi SPAK 344 celulare i ka ekzaminuar. Një në çdo ditë, jo vetëm celular, laptop, po ashtu tablet, USB, pra hardisjet portable, por edhe DVR, pra servera kamerash. Vazhdon celulari të jetë një aset mjaft i çmuar i SPAK-ut. Deri para pak kohësh kishte njerëz që shkoshin me nga 2-3 celularë dhe mbeteshin brenda, tani ka njerëz që nuk shkojnë përveç se me durë në xhepa në SPAK. Ose se parkojnë në makinë aty afër SPAK-ut. E psuan apo zuan në mend? Sepse normalisht prokurori për të njoftuar do të marrin telefon ai ftuesi i SPAK-ut apo çdo institucion. Si rregull celulari merret në befasi. Sepse ti të thosh hajde çik, po më jep çik telefonin, thotë po prit se më ka ra bateria dhe i ka. Jo, SPAK i thoshte jeni i ftuar për deklarime, shkonin gjithë me telefon këta, me nga 2-3 biles. Mekanizmi marrjes telefonit. Pra telefoni lind pyetje kur merret telefoni. Telefoni merret kur është me cilësinë e provës materiale, pra kur ke një provë. Me vendim apo pa vendim? Me telefoni. Me vendim. Janë ankuar shumë na i mori SPAK-un në mënyrë pa drejtë kështu. Janë me vendime procedurale, fati që është lënë në fuqi në gjykatë, domethënë. Pra mjafton edhe urdhri prokurorit për ta marrë apo duhet me patjetër i gjykatës? Për telefonat është me sa diun, në gjitha rastet është proceduar me vendim gjykate. Dhe ka pasur dhe, domethënë, është ndjekur standardi më i lartë. Sepse ka dhe, domethënë, ku është kurset e emergjencës, unë këtu jam e kam lënë telefonin, pra është lënë telefonin, është marrë kërkesa, sepse kjo është marrje provës. Dhe gjithmonë telefoni lidhet me provën, për shembull janë çështjet e tenderave, si rregull i bi që personat kanë folur në telefon për lidhje të tenderit. Unë shqetësim tek telefoni celular, arsa nuk kam se ai që ka transparencë për punën, s'ka. Domethënë të rregull. Çfarë shqetësimi keni ju si prokuror sot si qytetar? Sot po dalin dhëna personale nga telefoni. Këto janë keq, janë mirë. Pra neve do dalin media, nuk është mirë, pra domethënë bisedat private. Sepse mund të ketë telefoni ka çështje, sepse kur bëhet akti ekspertimit, del i plot çka ka telefoni, del si libër. Çdo gjë, edhe prokurori merr atë që i konsideron provë. Por tash ajo është aty. Tjetra, për shembull, ka fol tjetri me të dashurën, për shembull. Po. Dali kjo të shofi gruaja në shtëpi si pasojë sociale, ose e kundërta, domethënë jo vetëm gruaja, por se burri. Pra duhet të jemi të kujdesshëm me daljen e këtyre dhënave. Këto janë shumë problem sepse jeta private duhet të jetë shumë duhet të jemi shumë kujdesshëm me jetën private. Do doja të pyesja, a duhet të jemi pak kujdesshëm edhe me pajisjet e komunikimit të vetë prokurorëve, sepse unë e kam konsideruar SPAK Gate, por një përballë një situate me ndihmën e regjisë edhe insertin e fundit, kur SPAK pranon zyrtarisht se është aksesuar emaili i disa prokurorëve, unë kam mundur të siguroj dhëna për 3 prokurorë, është tentuar edhe emaili i kryeprokurorit të SPAK, zotit Altin Dumani, dhe aktualisht po hetohet për një grup kriminal. Ju vetë keni pasur email pune apo personal? Apo është kusht kesh email pune? Tani, emaili punës, sepse sot me modernizimin e teknologjisë, ne po thalë, për shumë, po diskutojmë sot marrësh dhëna nga i Eubenia, po si të marrin, nuk do shkojmë me kazëm, kuptimin që të shkojmë të i Eubenia të grëmën, nëpërmjet kompjutit do komunikojmë edhe me oficerët e policisë, për shumë është i katë më poshtë, sepse kjo është qarkullimi i brendshëm dhe personat nuk kanë drejt futen këtu, sepse thamë edhe një. Po me gjykatën ju komunikoni me email? Gjykata me email mund komunikohen ke të dhëna emergjente, për shumë një njoftim për gjyq, një problem, pra sepse është gjësa e parashikon ligji, njoftim nëpërmjet telefonit ka njoftime, pra është diçka e lishme. Tashi telefoni dhe emaili është mjet komunikimi. Për shembull, thotë gjyqtarit, thotë, hajde, ti do zvis është me email, do shkosh. Dhe komunikimi brendshëm është normal. Tani futja këtu e personave, domethënë, të pa autorizuar është problem. Tashi këta persona lind pyetja e kanë marrë këtë materialin, ta kenë kot, ta posedojnë. Po hetojmë për një grup strukturar kriminal të SPAK-u. Apo e marrin tani janë 2 veta, që s'ka grup. E marrin për shantazh. Sepse materialet janë sensitive, për shembull, çfarë pune në kuadrin logjik, domethënë ose në praktik, çfarë mund të ketë në dosje aty? Mund të ketë për shembull një akt ekspertimi nëpërmjet emailit, i thot prokurori, ma dërgo ta shoh dhe është në formë elektronike, s'ka asgjë të keq, është komunikimi i brendshëm. Është i sigurt sepse kështu punohet, se s'ka është por ky akt për shembull po marrim një telefon që ka një dhënë sensitive, e merr hakeri dhe i thot tjetrit,
Shiko, i thot atij person se kjo mund të jetë edhe Tani këtu jemi me hacker, jemi me një mundësi të dekonsprimit brendshëm apo jemi me njerëz në aftësi teknologjie të theksuar, siç ishte rasti më i fundit i 15 vjeçarit në Vlorë, i cili kishte mundur të hackeronte, nëse mund të themi, edhe faqen e shishit. Dhe 15 vjeç, pra as ligji nuk e kap. Jo, ligji e kap, se 14 vjeç është mosha për përgjegjësi penale, 14 vjeç është. Madome ata ka ligji për burg 15 vjeç një fëmijë. Se po diskutohet masa sigurimit. Masa sigurimit jo, procedohet penalisht. Po procedohet penalisht. Në gjendje të lirë. Në gjendje të lirë. Po gjendje të lirë, në burg 15 vjeç se fut dot. Po tani imagjino ku jemi, në Shqipëri një 15 vjeçar, procedohet penalisht. Që jemi në këto faza që kanë këto aftësi teknologjike, por ndoshta shteti duhet i marrë i përdori për mirë këta. Se kur 15 vjeç ai thyen faqen e shërbimit informativ shtetëror, dhe duhet i muj për ta gjetë. Ky duhet afru, sepse edhe ne duhet bëjmë si shtetet e tjera për personat me aftësi të veçantë ti ftojmë në bashkëpunim, se ky nuk mund të jetë ai se splotson kriteret, por ky është 100.000 herë më i mirë se atij që ka marrë shkollën për shembull. Ja, hajde tash i zgjidhet. Dhe këto duhet gjetë një 15 vjeç kanë përshtypjen as e ka filluar shkollën. Po pra, tash ti këtë duhet ta thrasësh. Ndërsa ne këtë e proceduam penalisht dhe reklamuam një operacion. E djegim. Kurse këto gjeni, sa ishte dhe gjeni, thonë hajde këtu sa i të mëson se si të mbrohesh nesër. Ja, IT-ja për shembull, ai ka marrë shkollë elektronike dhe nuk ka aftësinë e këtij. Pra janë disa çështje që s'kan lidhje me shkollimin. Zoti Karanxha, një pyetje të fundit që unë kisha, jemi vendosur përballë një situate, një kallëzim i ish kryebashkiakut Dionis Fredi Beleri kaloi në heshtje prej dhjetorit 2024, por gjykata tha, zoti prokuror do duhet dhe institucioni SPAK-u do duhet që të kryen hetime, pasi mënyra se si jeni përgjigjur palës me një kthim përgjigje është një vendim pushimi dhe urdhëroi që për Olta Xhaçkën të kryen hetime shtëruese. Rezulton unë nuk dua ta anatemoj, e kam mbajtur një qendrim publik, por nga ana tjetër, po njëti prokuror për një çështje tjetër me kallëzues anonim ka bërë mjaft veprime. Si bindet një prokuror për të pushuar një hetim? Bindet nga emri i kallëzuesit, bindet nga faktet e kallëzuara, nga fabula, nga koha. Ju vetë si prokuror, si jeni bindur për të vendosur një pushim dhe një dërgim në gjyq? Tani të kemi parasysh proceduralisht. Kur bëhet një kallëzim, fizikisht i vetë një vull kallëzimi, i vetë nga sekretaria është një kallëzim. Ka dhe raste që bëhet dhe kthim përgjigje pa kallëzim. Në rasti konkret nuk është me kthim përgjigje, po kishte një numër kallëzimi. Tani nëse është i njëjti prokuror dhe ka mbajtur standarde 2 fishe, unë kam parasysh se kam lexuar dhe shkrimin tuaj se është publik, domethënë është mendim personal. Unë jam dakord me ju që nuk kemi të bëjmë me teori konspirative, po kemi një standard 2 fish. Një herë vepron ndryshe, një herë vendon ndryshe. Duhet dhe rasti konkret duhet ishte hetuar, sepse është më mirë të hetohet, e dalëshme, sepse në fakt gjykata në vendimin e saj thotë për kallëzimin e Dionis Fredi Beleri për 15 ditë nuk është kryer asnjë veprim. Po, ti atëherë duhet ta verifikosh. Nuk doli koha? Sepse ka i problem është paka shumë copy-paste me çështjen e, domethënë copy-paste nuk mund të them, po është për 2 kryetar bashkie. Po ti verifikosh të dy këti ka ecur me shpejtësi shumë të lartë, kurse këtu se ka filluar fare. Pra njëri është hetuar, njëri është kallëzues. Unë jam për hetimin e të dyve. Domethënë që dy duhet ishin hetuar. Domethënë është në dukje del që njëri është favorizuar dhe tjetri është penalizuar. Mundet një prokuror me bindjen e tij ta vlerësoj kallëzimin për 15 ditë apo është kohë e shkurtër? Llogarit që mund të ketë qindra, dhjetra, ndoshta edhe mira, apo të paktën dhjetra ka kallëzime një prokuror. Tani varet nga çështja. Pra çështjen fjalë do ta vlerësojmë, jam dakord që çdo çështje janë njësoj, por dhe vlerat që kallëzohet, për shembull, rasti konkret është kallëzuar një pasuri bregdetare që po diskutojmë. Pra diskutohet që është zonë elitare. E cila sipas gjykatës me letra false është marrë statusi investitori strategjik. Është marrë me letra false. Pra duhet hetohet. Pra duhen pa rastet, a janë të dy njësoj, sepse kemi 2 kryebashkia, kemi Erion Velin nga njëra dhe Jorgo Gorën. I është vonë Jorgo Gorës përgjys në Seli, ashtu përgjys në Seli, në Burg. Është përgjys telefoni Jorgos,
Këtë nuk e dim. është marrë telefoni grus Jorgos ose me cilë ke fol, keni një të ardhur që ke pas komunikime, është pagu një pushim, është bërë. Ndoshta mund jetë marrë, ose ndoshta Jorgo është treguar më sepse javë për para ligjit duke mos folur në atë mënyrë në telefon. Rasti Velis, për shembull, janë procedurë dhe përfituesit, nëse domethënë pa. Po aty janë për foto Mihali, për shembull, është për procedurë. Këtu s'është procedurë, pra këtu as është filluar fare. Përfitues tu është Ertan Gaçi sipas statusit strategjik. Urdhë të jep vendimin e pushimit e mos fillimit, hiq se je mirë. Kurse këtu jam dakord me mendimin të atërsa, njëse e the ti bëjmë qefin njëni tjetit, por është i standard që këtu është tamam, ta them dhe të funit, është si ligjin dorën e maligjit. Po. Faleminderit zoti Karanja, faleminderit të nderuar shikues për vëmendjen tuaj. Ky ishte fakt check për këtë të premte. Miru ta kofshim të premten në ardhshme me të tjera tema, zhvillimet të aktualitetit, por jo vetëm, teksa kemi hyrë në muajin prill, larg 11 majit jemi diku ke 40 ditë, në 11 prill do duhet të nisë fushata në opozita dhe Shqipëria madhështore, të njëjtën ditë SPAK dhe GKK i vendosën sot kryeministit Berisha të jetë i pranishëm për vendimin e kalimit në seancë paraprake gjyq themeli ose jo. Miru ta kofshim.